Miqtë e emisionit Fol, kemi ardhur në Spaç. Por nuk kemi ardhur në Spaç për të folur për krimet e komunizmit apo për burgun famkeq. Kemi ardhur për të folur për dramën e minatorëve. Një dramë që nuk ka nisur të shkruhet sot, por sot ata kanë hyrë në grevë. Janë minatorët e minierës së Bakrit në Spaç. Ata e kanë ndaluar punën. Sipas tyre nuk punohet minier. Punohet në reparte tjera, po jo në minier. Dhe si kundër shikoni, këtu ka një tabel grevë. Pra, që për i ditës së hënë, minatorët kanë hyrë zyrtarisht në grevë. Ndërkohë që protesta ka nisur më herët, pra protesta paralajmëruese për mos me shkuar në grevë. Ka nisur që në datën 7. Sot është 16 dhe është kjo situatë. Shikoni vetë, i kam të gjithë minatorët këtu. Ata rrinë çdo ditë para derës së minierës. Po çfarë kërkojnë minatorët? Ata kërkojnë gjërat më elementare. Rritje page, kushte më të mira pune. Kaq, po nga ana e kompanisë turke, duket se nuk ka ardhur asnjë sinjal pozitiv. Të paktën këtë e kemi mësuar nga kronika televizive. Se çfarë realisht po ndodh në minierën e Spaçit, do na thonë minatorët, sepse emisioni Fol flet përmes zërit të njerëzve të thjeshtë. Minator, faleminderit. Atëherë, si të quajnë? Albert Bushmeni, quhem, me detyrën këtu deri në momentet e largimit arbitrar të këtyre përgjegjës turni. Jam teknik i mesëm, jam mosh 61 vjeç, kam punuar edhe në kohën e Partisë Punës me miniera. Pra gjithë jetën nën tokë. Gjithë jetën me minerale. Me këtë zanat kemi ne. Me këtë zanat. Çfarë po ndodh këtu tek ju? Se ne, ndodhe jo që s'du të ndodhi. Po? Normalisht koncesionare këtu, ku ne kemi lind të troje, ku ata i shfrytëzojnë, i trajtojnë punëtorët që t'jenë slevër. Dhe komplet të indicja ka qenë se ne organizuam në sindikat, duke pas se këtu nuk na përfill njeri, në kontrata tek e tek, a i lëviz me ne si doje, u organizuam sindikat dhe kjo nuk i pëlqen. Pra ditën që vendosët të regjistroheshin sindikat, këta me njëherë mbajtën qëndrim? Tani, sindikata është formu, janë mbledh firmat me kohë mbas gjitha procedurave që ashtu, dhe me 16 gusht sindikata ka marrë formën. Sindikata e kësaj miniere? Po, e minatorëve të nën tokës. Po. Dhe me të janë sjell dokumentat nga konsiderata atje, për të ullë, për të njohë, për nënshkruar kontrat kolektive e tjera, si që për ligji, për punëtor. Edhe këta nuk e kanë përtyp, na thirrën me demek misisht atje. Po? Dhe gjaja parë ishte intimidimi, pjesa për të tërheqje etj etj. Çfarë ju thanë konkretisht? Konkretisht na thanë pse nuk na keni njoftuar ne se duam bëjmë këtë, pse do të Pra ju duhet merrni të leje për të bërë sindikat, duhet merrni të leje institucionit? Shumë thoshte ky drejtori tani i madhi, thoshte do të kishira kësaj deri, kjo ka qenë e hapur etj etj. Drejtori shqiptar apo është turk? Turk, ky që sapo erdhi, që sapo hyri. Ky sikur ka ardhur këtu drejtori se po bani vetë, domethënë që ka ardhur këtu drejtori, ky është për ne është rrugaç, është arrogant. Nuk Pse sillet keq? Sillet në gjiro gomët, mirë se si gjyre se pa kamerët e juaj, sa i gjiro gomët zakonisht e pasi i kavaleri ma. Nëse. Përfundimisht ai nuk e përtypi këtë, edhe ne u munduat na intimidote me goditje të tavolinë që më tha tash. Që hasin rezistencën tonë, ne i thamë pasisht ose ulim e bisedojmë, ose për ndryshe praktikisht se s'të kemi na ke thirrë ti. Po. Këtë loja është se ai thotë unë nuk e do pronari sindikal. Unë jam bashkëpunues për sindikal, po nuk e do pronari. Po tash i pronari shkruaj. Kush është pronari këtu? Pronari është një nuk e njohim na një murat turk është. Po? Ai disiti problem me drejtsinë në Turqi, herë sa i ka thënë tash ka dalë për i burgut, se ka thënë me kryetarin e bashkisë Samollë ku diun çka ka bërë. Mirë, okay, janë punë të vetë atje. Ne punë e pjesë. Ne na pjesë dinjiteti ynë. Ne duam dinjitet. Duam trajtim si njerëz. Shumë bukur. Të rinjtë trajtimi. Çfarë kërkojnë gjithë minator që i kemi këtu rreth e rrotull? Çfarë realisht me pikat sakta? Ne me pikat sakta kërkojmë që të njihemi e para punës se jemi njerëz, nuk jemi slevër. Të na njihet organizimi ynë që kemi bërë, që njeh konstituta, ligjet dhe normat e shtetit shqiptar, për cilat është i detyruar të zbatojë kushdo. E njeh edhe kodi punës? E kodi punës e tjera me radhë, se nuk jam shumë
i dhanë bashkaj, na ka detyruar halli me dalë në televizor. Dhe kërkojmë kushte pune, kërkojmë mjetet pagam, sepse pagat tona janë qesharake. Sa merr një minator, aman? Po një minator, unë për shembull, si jam drejtuesi i turrit, ka një 4 muaj këtej, marr 4.850 lekë të reja në ditë. 28.500. Ti tani Imagjino të tjerë që janë poshtë meje që marrin më pak, deri te i punëtor që e fillojnë i marrin punëtor që janë të lanë rrugë, i marrin 25.000 lekë të vjetra. Po? Sa duhet jetë rroga për një minator që vë kokën në rrezik? Po, rroga për një minator që vë kokën në rrezik, edhe 100.000 lekë në ditë na thon nuk ka havujën i shpaguar. Po ne nuk e kemi kërkuar në atë ekstrem. Ne kemi kërkuar rritje progresive, kemi kërkuar kushte pune. Ne punojmë atje një ventilator mu fik, krijohet probleme. Pse ndodh që fike? Po fiket, një sta kemi energji, fiken ato. Fiken, ë? E sa po çaponi ju në atë kohë? Bëjmë atë, marrim masat tona, kemi sa maska këta dion, maska të rëndomta. I nxjerrim punëtorët kur vjen puna, ne si kemi punuar përgjithësisht atë nxjerrim, nuk i lëm të vdesin, po problemi është se ne duam kushte, duam siguri, duam transport dinjitoz, mbi gjitha trajtojnë si njerëz. Duam trajtim ushqimor, ne trajtojnë si duhet, ne kami bukë që thonë te kami dita për gjunjë. Nuk e ofron kompania ushqim? Ofron kompania, po ofron një rutinë si duhen ata. Nuk është me qartë. Të na trajton si duhet. Tani ka ardhur drejt përmirësimit situata apo drejt përkeqësimit? Nga momenti kur ne kemi ndërpre punën dhe deri më sot vetëm sa përkeqësohet. Ata vënë kushte, nuk pranojnë tulën. Normalisht tash gjitha afatet kanë tekalu për të marrë vesh ne me domethënë konfederata sindikaleve dhe ne si sindikalista me punëdhënësit, janë tekalu afatet, tani çështja ka shku ke zyra pajtimit, pra ka hyrë shteti në këtë mes. Çfarë është ky zyrë pajtimi? Zyra pajtimi është një organ shtetëror që ndërmjetëson këta me imi thirrë ditë atje në Lezhë, por shteti për mua deri më sot e për ne minatorët deri më sot është në gjumë. Ju nuk keni kaluar në hapin e madh të gjykatës akoma? Po s'kemi kalu atë në gjykatë që na këta s'na kanë qenë gjykatë, nuk kanë sanacion, se ne jemi ligjërisht në rregull. Po. Po dhe ne do të ndjekim gjitha hapet. Tash është njoftuar Ministria e Punëve dhe Qështjeve Sociale, zyra pajtimit, inspektorati i punës nuk kanë gjallë. S'ka ardhur duk. Tash sa ditë që ne jemi në grevë. Që është inspektorati direkt që duhet këtu nga shteti ka ardhur vetëm policia. Me na intimidu, me na rrinë aty me skafandra, thonë se ne jemi vazhdojnë të rrinë aty, ë? Atje brenda janë. Atje brenda, Na kanë qenë këtu, na kanë marrë zvarr këto i ditë këtu pasisht. Thjesht se kjo grevë është për me bllokim, dhe bllokim presuppozohet të mos lejohet me hyrje në punë. Mirë po, shteti është, si duket policia shteti është kratyne, na kanë tërheqë zvarrin ditë, na kanë shoqëruar në komisariat. A kishit bërë lajmërim ju për protestë? Normal çdo gjë është në rregull. Edhe ju morën zvarr? E kopshitur çdo gjë. Janë ato pamje që janë bërë virale, kështu që u marrin normalisht. Sepse këtu ishte këtë loja që ai pronari ka i nipi pronari kush është ai, ka lote këtu, na bëte kashillik një domethënë. E qartë. Tani vazhdon punën minjera? Tani puna në minjerë jemi në qefe. Po. Këtu ka dhe personel turk. Po. Ka dhe personel shqiptar që nuk janë bashku sindikatës, nuk është e thonë si 100% ka qenë. Pra ka grevthyes. Po. Nuk janë bashku me kjo. Okej, dakor. Japi me mërtjetë, dakor. Grevësyes duhet ky që janë në grevën e lënë. Kurse ata si janë bashkuar. Jo, kush nuk bashkohet me grevën quhet grevthyes. Okej, patëm shtuar, kështu e ka. Pagaci ka, përfundimisht ka atje, por këtu shpërthime me mina nuk bëhen sepse gjithë ata që janë zanatlita asaj pune janë këtu. Pa njerëz të punës të minjerës janë këtu. Nuk i lejohet të përdorin lajme eksplozive. A kuptoj. Ata bëjnë tani kanë pru fabrikën, fabrika nuk është bashku me ne normalisht në sindikat, se i kanë intimiduar nga format nga më të ndryshmet, edhe i kanë sjellë sot të trajtorët e fabrikës për me lënë me kuptuar se këtu punojnë. Normalisht nuk punojnë. Sa veta janë bashkuar grevës tuaj? Greva jonë ne jemi 76 sindikalistë. 76 sindikalistë që keni shkruar emrin në sindikat. Në total sa ka kompania për të krijuar një ide? Punëtor në tokë. Punëtor, jo administrat. Punëtor në tokë, duke përfshi gjitha reparatimet në tokë, mekanik, sondista, domethënë shpinë, minatorët e ne, jemi diku ke 100 veta. 100 veta.
Pra, më shumë se 70% janë në grevë. Okej, për të krijuar një ide dhe qytetarë që na ndjekin, i kërkoj Robert Canit, operatorit, që të bëj një panoramim, sepse kemi minatorë dhe nga ana tjetër. Pra, nuk janë gjithë minatorët pas krave të mi, po janë dhe në anën tjetër, pra për të krijuar një ide që nuk jeni vetëm kaq, po jeni më shumë. Po ka dhe nga ata që kanë hallet familjarë. Edhe që kanë ikë shtëpia. Që nuk është kështu. Do t'i shërbej fëmijësa plagut në një mënyrë sadhëçi. Pra kjo është situata. Kjo para shumë situata. Ne nuk kemi kërkuar luks. Tani kur ka ardhur kjo kompania për të krijuar një ide? Kjo kompani ka operuar këtu për 10-11 vjet. 11 vjet ka bërë rritje rroge në mënyrë progresive në bazë të inflacionit. Na kanë gjatë shumë me këto rritje rrogëve 500 lekë. Si 500 lekë më? Për ditë, 500 lekë vjetë. Ama. Ja, i minatorë të klasi vetë, ai si kanë ngejë në maj 500 lekë vjetë. 500 lekë vjetë. Diku 1500, do më thënë shërime, gjana qesharate. Pra nuk është marrë parasysh fakti që është rritur kriza, inflacioni, sidomos pas pandemisë. Po me atë inflacionin, sa inflacionin e kanë futur ato, po me inflacionin janë mundur me përlijë gjitha këto. E kanë bënë matematikë se s'ka. Po ka rritje 30% të gjithë gjërave. Einstein vetë me muzal nuk mund të zbërthehet matematikën e këtyre. Pra këtu jeni, keni vajt për ndërmjetësim. Ka shku puna, tash janë shtetin mes, por shteti po flas si duket deri tani. Shoh, inshallah do zgjohet. Faleminderit. 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 Ku do flasim? Po. Si ke emri? Unë quhem Vasil Shoni, Po? kam mbi 8 vite që punoj këtu, që doli puna e rritjes pagës. Pra ti nuk e ikur, e ke ndërtu jetën në Shqipëri. Ti nuk e ikur. Jo, nuk kam ikur, jetoj këtu. Jeton këtu. Edhe që doli puna rritjes pagës. Rritja pagës nuk është rritur tash 5 vite. Tek unë. 5 vite. Po, rritje pagë, por inflacionin që... Indeksimin, e kanë Po, bërë. ata e kanë bërë. Nuk e se radhëm ka 500 lekë vjetër, një kafe. Ose kam shumë shumë që e kanë rritë këtë lloj pagë. Ai thotë unë kam banamin, kam rritë rrogat. Pra ta ka rritë diku ke 15.000 lekë muj, sa i bie? 1.500 lekë të reja në muj. Jo, bani 22 ditë. A, 22, a vetëm për ditë, po, ishme. Oke, 10.000 lekë. Kjo rritja pagë. 10.000 lekë vjetra. Qesharak. Pra që nga pandemia, ty të shrit vetëm një 10.000 lekë. 5.000 lekë. 5.000 lekë. 5.000 lekë të vjetra. Por e ka ndarë në 2 pjesë. Po? Njëre ka rritë 4.500 lekë të vjetra, pas të herën e fundit e ka rritë 500 lekë të vjetra. Mendoj se ka dëshiras me këtë 500 lekë, japi kafe në një kolegu. Kjo rritja pagave. 500 lekë zjen kafe, më? Fjala bi. Ja. Si e ndërton jetën ti me rrogën që merr? A të del ty si minator? Po, E mbyll muin? jo. Jo. Si shumë pare jemi? Ne shkojmë gati ditë të fundit pa e presim rrogën me durim 3-4 ditë të fundit. Nuk është. Dhe këtu. Pastaj jeta në minjera është tepër e vështirë. Unë do të thash po kaloj sa kanë filluar dhe një gjë dhe plunat në mushkëri. Nuk Pra kanë filluar smundjet, smundjet Po, profesionale. kanë filluar. Kur i kam pa disa herë se bëjmë grafi, unë shkoj kontrolloj vetë. Po? Edhe më thotë kurri. Kurri, që është kjo punë që bën ti? I tregojnë që janë minjera. Minjera ditë se ka vështirësitë e veta. E kuptoj. Asistencë mjekësore ju jep kompania? Ja. Është më e pakta, kjo kompani duhet të ketë mjek. Duhet të ketë mjek. Mjekun e kemi këtë. E keni Po, mjekun? mjekun është. Por vizita, për të shkuar, për të vizituar, ja. Si që kam pas në një kompani tjetër. Ne kemi edhe një kompani turke. Matan, Po? Malit. Po? Kolegët e mi ose nuk ka, të kush punojnë atë, e kanë të 30-40% rrogat më të mëdha. Pra dy kompani turke shumë më afër me njëra tjetër? tjetër, po. Njëra i ka rrogat më të larta? Ne i kem kërkuar, i kam thënë, bani rrogat siç i ka kompania tjetër, edhe ne jemi në rregull. Jo unë punoj të me humbi. Nuk e di. Punon me humbje? Me humbi thotë. Po si e çon fare aktivitetin këtu? Nuk e di. Ky tash 7 vjet që është bashkë në prodhim. Nuk e kam idenë se thotë unë jam me humbi. Këta e din ekonomistat e din, ne nuk dim. Sa nxjerr kjo minier? Sa e ka si produkt në vit? Sa apo si keni këtë informacion? Nuk e Edhe po keni. ti dim nuk na i tregoj. Nuk na i tregon. Okej. Çfarë do bësh tani e tutje? Këtu do rrini? Po, ne do rrim. Këtu, a? Nuk lëvizni? 77 burra bilian, që kam firmas.
që hoq se ai kolegu vetën e qyti 76. Ne do rrim deri në kërkesat tona që kemi kërkuar. Kontratë kolektive, Po? duhet të zban ajo. Pastaj kontrata kolektive i mbledh të gjitha punët. Ai e bën zgjidhjen për ne. Por ju mendoni për momentin. Pa keni menduar ndonjëherë edhe për status? Sa kohë ka që flitet për atë të shkret status? Atë ditë që na kërkoi miqësore drejtori, pse tha keni kërku këta? Pak i rrotimi bike se i di këta tavolinë se nuk më pëlqeu. Se i binde tavolinës. Po kso tavolinës. I thash unë gëzova herë se po shoh thash për ballë. Se ka ardha s'ka mbledh herë punëtor të bëjnë një mbledhje punëtorëve. Këta njohim sa drejtori. Nuk e kemi ditë. Asu për shnetit nesër si më na jam. Sa për shnetit as ne thash mirëmëngjes nuk na ka kthy. Për çka kërkoni tha këta? A e di thash se në Shqipëri minatorët nuk kanë status minatorë, siç e ka ushtaraku, ta zotëri si kanë këtu. Tham ne kërkojmë statusin minator që të na njihet, do të drejtojnë shtetit, pas indikaci të shkojmë. Thot kush je ti? Deri tani asnjë përgjigje. E kuptoj. Faleminderit. Bravo. Tani do bëjmë një pyetje shumë njerëzore. Ç'a i thoni njëri tjetrit kur hyni në galeri? Veç me dalë shnosh, vaktin. Me dalë shnosh? Po. Po se ndodh që ka ndodhur që nuk kanë dalë? Ka ndodhur, ka ndodhur. To skandal për shkak nuk ka ndodhur. Nuk keni pas lëndime të plagosur? Lëndime të vogla, s'kem pas shumë. Nuk keni pasur. Fati i madh. Unë jam bashkë Nikolli. Po, fati i Kam madh. punuar në NIMS Gjubist. Çfarë është çfarë profesioni? NIMS Gjubist. NIMS Gjubist, NIMS zamtar. Po, Na kërkojmë rrogat, ma kuptojmë se marr 34.000 lekë marr në ditë. sa i duhet të shkojë rroga? Po mbakë Sa e ndjen veten ti ku Këtë mbakën të shkoj ke 50 që mbakën. te 50 që ndjen? 50 që po. Rroga ta të në në tuta, o të mërin për sindikatat, për në rritje rroga me mujtë. A e kuptoj. Kuftet i kemi, nuk janë kuftet bashkë, të ashtu kuftet të obdojmë. Kur thoni kushte, që ta kuptojmë çfarë e bën të dobët, çfarë e bën sigurt. Për shembull, që ti të hysh aty i sigurt, çfarë duhet ketë aty? Do të hedhë beton, ja kupton, të hedhë beton ku armatim me gjan. Pse nuk i bën ato armatura? Armatim ka i vëna shumë do. Po kjo e bën punën të rrezikshme tamam. Për të rrezikshme. Po nuk vjen njëri ti kontrolloj ato galeri. Për post kompanisë vetë shteti ka ardhur ndonjëherë. Ja, shteti. Ishmi, ha? Ishmi e ka? Ja, shteti asën përsen s'ka. Ja, s'ka shtet as. Kur vini pastrojnë ata në galeri, nuk i lezi makineri. Frenezin botim shumë vështirësi ka. Vështirësi shumë. Edhe ju keni çik faj se nuk e keni denoncuar me Ja, kohë. sa ki bo, Tani u bë trima, tani u bë bashkë. Po, sa ka qarë punën, po më zërë drejtat, një zërë. Kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Merja ti më rabat. Po. Kush do të flasë? Po. Nuk ka problem, me radhë gjithë. Marja Simoni, unë punoj zërmëdare këto në kompani. E këto ne e dim se çfarë materiali nxjerrët nga këto. Këto dim një material se bota nuk e ka. E ne na ka falëzohet i këto. E na mundohen as gjithë për ta nxjerr. Këto e nxjerrin fshehtas materialin. Për çfarë materiali e ke fjalë? Materialin bakrin ka shumë lloj materiale këto se ne nuk i dim. Nuk i njohim. Edhe këto i nxjerrin fshehtas, nxjerrin ka 2-3 kamiona trala se shkojnë me koncentrat. Çdo ditë poshtë edhe na thojnë ne jena minos me fitimet këto. Edhe nuk ngrin rroga. Kërkoni rrogë, pse vjen këto nuk na pranojnë kushtizyret. As pala shqiptare, le të themi as pala turke? As pala turke, se ne me palin shqiptare punojmë, se palin turke nuk i njohim na. Ato lanë punën atje, na komandon pala shqiptare pastaj. Shumë ju thoje pala shqiptare, bajnë pala turke. Ne e kuptoj. Pra, ju nuk ju dëgjon njëri. Ne nuk keni ardhur në ditën e protestës. Ne na thonë vetëm hajde, ku kena më shku? Sulm gjithë ke puna përpara, se ku shkojmë, se është i armatos veni, se nuk është i armatos veni, atë nuk dën me e ditë kush. Si që këshifni, këto janë element krejtësisht të sigurisë, të kretuar, të siguruar, të armatosur, sinjalizuar dhe të aerosur dhe ky turn është i programuar për të bërë transportim mineralit.
kina rreth pas raste se na ka ra. Gur e fshehin, që se dëmtohet një njeri e fshehin. I thonë hik, thonë se ta paguajmë ditë pune, nuk shkojnë te spitali. Fshehin gjitha. I fshehin, ë? I fshehin, nuk e raportojnë si incident. Si incident se ka ndodhur, për shembull, e rrehen se na hallxhihemi. Na japin 5 lekë më tepër për shembull një ditë punë plus edhe e fshehin aksidentin. Po ka ndodhur aksident. Ka ndodhur disa raste që janë çuna këto të flasin vetë. Ka ndodhur mua aksidenti, nuk më kanë paguar raportat, unë kam një muaj pa parë raportat, kam shkuar në shtet, edhe nuk kanë paguar raportat të punës. I fshehin gjitha aksidentet. Po atë ditën e protestës të grevës që pam, ç'a ndodhi? Pse u fut policia? Pati në një konfrontim, në një fjalë të thënë më shumë, pse reagoi ashtu policia? Po erdhi ai zyrtari i turku këto, kaloi hyrja nga rruga dytësore, ne erdhi si i fort, do të kalonte këto me zër. Po? Ai e shikonte një orë aty te bllokë, shikonte se këto ne kemi bllokuar rrugën. Ai thotë, "Jo kam toleruar shumë thotë, unë nuk ju toleroj më." Thotë, "Unë do të dal nga këto." Thotë, "Se s'ban të dal këto." Dhe erdhën policia me forcë, që kanë zhaj, tjetër i kanë thuj kamën këtij, ka kamën sagat. Ta dhunun atë ditë, ë? Dhunun kanë çekë. E denoncove? E kanë çekë si një kafshë. Edhe kafshë. Sa mori policia denoncimin? Apo nuk shko? Edhe kafshë mbrohen më shumë shtet, jo më njerëzit. Ja dash gazetarëve tamam. Po mirë, ajo e gazetarit, kjo quhet denoncim publik, po denoncim në institucion. Bëre? Ata se personi që ka adresën. Nuk e dim çfarë institucione, na dim me shku me mani ditë punë me shoh rrogën te Kalamajt, as nuk na del, shkojmë gjithina me marrim rrogat. Sa me moj, as me moj Kalamajt me buk, me këtë rrogë, me 40.000 lekë. Shtash na kanë bërë 40.000 lekë. Sa veta ke në shtëpi? Sa që mban ti? Kam 3 fëmijë. 3 fëmijë ti kesh me jetë. Ti kesh me jetë vetëm këtë rrogë mbash? Vetëm me këtë rrogë. Me këtë rrogë. Po. Do vazhdoj rrogën, do ta merrni rrogën këtë muaj. Si t'ja bëni? Si ta mbyllni këtë Po muaj? inshallah po rregullojnë me sindikatat e po na animojnë. Se na këto shpresojmë, se na vetë çfarë shpresojmë, ne na çekin zhaj, na nxjerrin, kur na nxjerrin ton, po këto çfarë presim prej tyne? Çfarë do të presim prej turgut? Kur mban mend një veprim që ti e vlerëson nga kompania në harkun e 11 viteve. Çka ka bërë kjo kompania për ty në 11 vite? Çka ka bën në herë se kam harë gazin, se kena shku në spital këtë njerë nga ka bën, se kena shku ka herë mujë, gjithë punëtorët janë të ftofën. Janë me raporta, dhe raporta nuk ja paguajnë, se me shku të doktori atë thotë raportin pse ti nuk je i smundur, se nuk mundon të japi raportin doktori, se thotë nuk më heqin për i punë dhe shef punë vetë ai drejtë. Ka frikë doktori me dhënë raport? Se deri ke doktori ndërhyn? Edhe deri të gjithë. Doktori kompanisë, jo thashë mos ndërhyn tek mjekët tanë. Jo s'ke kush me shkuar as ke. Nuk të lën kot, ne ke atje nuk të lën. Vetëm ke privati. Faleminderit. Si quaj? Unë quhem Kasret Prenga, jam një ndër të shok që jemi këtu që jemi organizu gjithë për një drejtën tonë. Kjo drejta jonë, me që duket edhe nga shteti, po edhe shteti po e zvarit shumë. Një ditë ka për del. Por ne po në zvarisin shumë. Si nga ana kompanisë, si nga ana shtetit tonë. Pra që këtu du të mblidhet shteti dhe të vej pikën mbi shteti. Ne jemi në shtetas shqiptarë, ne jemi shqiptarë. Kudo që dalim jashtë shtetit jemi të huj, po edhe kur vim në Shqipëri jemi të huj pra. Unë kam 30 vite që punoj me mjetet e rana. Në çdo vend që kam punu, kam qenë më dinjitoz se sa këtu. Kurse këtu në shtetin tonë nuk puna për ka shteti fare. Të gjithë dominatorë që i shikoni këtu, Po vjen në një kamion? Të gjithë kanë probleme të vetë. Aha. Për ne. Problemi jonë është që të pranohet sindikatat, të pranojnë që të ulemi bashkë me zotin Kol Nikolla. Prit se po ta largojmë që kamerën? Okej, është kjo nga galeria? Po, që e galeria. Këto është puna juaj që keni bërë gërmimet më herët? Tani e qoj për përpunim, për ku e qoj? Te fabrika e përpunimit. Dhe aty pastaj ndaj me derivatin që nxjerrin edhe arin, që thatë? Që i pastrojnë. Më falë, e vazhdojmë aty ku e la? Të gjithë të punëtorë nuk kërkojnë asgjë më tepër nga ligji. Nga që na thotë
urdhri punë që është apo zyra punë apo kodi punës që kemi ne. Ne jemi të vendosur deri në fund, do ta gjejmë këtë grevën tonë. Çfarë do të thotë deri në fund? Deri në fund, derisa të futemi edhe në grevurie. Pavarësisht shtetit tonë që mund na marrë zvarr, na merre, se me shtetin nuk kemi punë, ne nuk mund kapemi me shtetin. Por shteti duhet të ndërhyjë që të mos na sjellë policinë këtu, siç e kemi edhe sot këtu, siç ishte edhe dje këtu që ishin fugona këtu. Po bëjnë gati skafandat sa erdhën punëtorët, se gjithë ne do vim mëngjes herë këtu. Sa erdhën ne këtu, bëjnë gati skafandat dhe shkopin që të në jo. Minatorët e Spaçit në Mirdit janë ende në grevë. Kushtet vështira, shi sot. Ndërkohë që telefonin e kam plot me urdhra që njoftojnë pushim nga puna të disa prej tyre. Janë thjesht minator. Kjo është kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Herën e parë u tregova me shkrim, sot me zë. Neni 49 i saj, se cili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vetë profesional. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. Neni 50. Të punësuarit kanë të drejtë të bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave të tyre të punës. Neni 51 e drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës është e garantuar. Tani, kush jeni ju që e para s'ju njihni të drejtën për të bërë sindikatën të ligjshme? Kush jeni ju që nuk nënshkruani një kontratë kolektive pune me sindikatën, e kush jeni ju që i pushoni nga puna? Kush? Jeni në Shqipëri, në përmbushje të një kontrate për përdorimin e një miniere që është në tokën e tyre, në tokën e Shqipërisë. Nuk kanë kërkuar as rritje page, nuk kanë kërkuar as eliminimin e asaj diferencës banale, ordinere midis të ardhurave të një punëtori turk, që është 2 herë, 3 herë më lartë se sa një të ardhura, se sa e ardhura një punëtori shqiptar. Nuk kanë kërkuar as përmirësim të kushteve të punës, por njohjen e sindikatës së tyre. Njohjen e sindikatës së tyre. Siç kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Jeni në Republikën e Shqipërisë këtu, u njeh si e drejtë themelore ekonomike. Jepini fund kësaj poshtërsie e njihni sindikatën e ligjshme atyre njerëzve të rikthehen në punë, se duhet mbajnë familjet e tyre me bukë, me bukë. Nuk është shteti kështu. I kam parë ato pamjet. Kur të vije puna për mohon tjera, shteti vjen na shkon shtëpi, kurse sot që jemi gjithë to punëtorë që janë këtu, tek asnjë nuk është ndërhyrë që të bëhet një marrëveshje, të pranojnë atë që duam ne, kontratën kolektive. Kontrata kolektive do të zgjidhet gjitha. Nuk kuptoj. Me pronarin s'keni asnjë lloj mundësie. Se ky është CEO, ky është i dërguari i tij, me pronarin direkt. Edhe sikur të kemi me pronarin, ne nuk mund të besojmë më që të futemi pas sindikatën tonë. Pra, ne duhet sindikata që... Pra, ju nuk uleni më në tavolinë me ta për asnjë lloj diskutimi, pa qenë sindikata juaj në tavolinë. Eksakt. Pra, edhe kontratën duhet asistoj, se kështu e do dhe ligji, detyrimisht për kontratën kolektive. Sipas ligjit që ka Shqipëria, asgjë më tepër nuk mund. Tani si e kemi kontratën aktualisht që flasim? Individuale. Pra çdo individ e ka
Pa afat. Pa afat. Jo, është pa afat, nuk është, unë po në 9 vite. Kam 9 vite punë. 9 Pa afat vite. prave se Po pra pa afat. Të hekur ti tekët e ti. Se jo prave. 9 vite punë. Zakonisht ato pa afat nuk duhet të heqi aty ai se gëzojnë më shumë. Hajde lejmëro thot, hajde merr zarfin një ke shpeja. Ka hek shumë, kanë shumë shok tonë, për i ka hek e shpeja. Tani? Jo tani, jo. Ai kanë hequr. Zakonisht tanë kohës, hajde këtu hek. E kuptoj. E ke shpela. Mu për vetëm ka ndodhë që kemi qenë në punë tamam, kam qenë veti treti, kam qenë përgjegjësi fadromistave në atë kohë, edhe kanë gjetë mekanik në Demek, kanë gjetë një tel në motor fadrom, se nga hyrja e teli nuk e dim ne. Edhe 3 vete na kanë qu pa drejt pagë për 3 muaj në shtëpi. Me kontratat që kemi ne sot. E kuptoj. Një ndërto ka qenë edhe shoku këtu. Pra nuk gëzoni mbrojtje nga kontrata që keni. Asgjë. E kuptova. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Unë ndodhem në mes të minatorëve, të cilët ndodhen prej 10 ditësh tani më, këtu në hyrje të minierës tyre. Nuk vazhdojnë punën, e kanë ndërprerë atë, kanë nisur prej 4 ditësh një grevë dhe paralajmërojnë se do shkojnë në grevurie. Nëse kompania turke nuk ulet në bisedime me ta, duke qenë e pranishme në tryez edhe sindikata e sapo krijuar. Menjëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhe me minatorët e Spaçit, minatorët e minierës së Bakrit. Dikur në këtë minier coptoheshin të burgosurit politik. Sot sipas minatorëve po coptohen këta të fundit, të cilët thonë me gojën plot. Hymë në minier dhe s'dihet a do dalim gjallë apo jo. Sepse, sipas tyre, kushtet e sigurisë në minier nuk janë ato të duhura. Por nuk është vetëm ky shkaku që këta minatorë kanë ndërprerë punën. Arsyet janë të shumta. Janë kushtet, është paga, është edhe kontrata kolektive, që këta e kërkojnë me forcë. E thash mirë, kush e ka, kush e do fjalë? Unë jam Bergon Vashi, kryetari i Këshillit të Grevës, me seminator të minierës së Bakrit Spaç, jemi ngritur nga grevë për shumë probleme. Po problemet më madhore janë siguria e jetës në punë, edhe rritja pagave, nënshkrimi kontratës kolektive të punës, kena edhe probleme edhe me dignitetin në punë që nuk na trajtojnë ashtu si duhet. Nuk, do me thënë, ne na planifikohet një cikël pune dhe ka vështirësi, s'ka vështirësi, du ta krysh ata për nësh i penalizuar. Pastaj pa marr parasysh sigurinë në punë? Pra duhet ta bësh se s'bën? Do ta bëj, normë, me normë si dikur. Ai thotë është mirë, do ta bëj. Turnet planifikohen çdo ditë në turnin e parë. Aktualisht sot në turnin e dytë kemi përgatitje për shfrytëzim, torketim, armatim në profilet përkatëse dhe në 553. Kemi nivele përgatitore dhe nivele që avancojnë për përgatitje për shfrytëzim. Të ne thonë të teknik shqiptar, po urdhat i marrin nga ata. Po nëse të shkojë edhe në shtëpi, nuk ka. Ne e kuptoj. Pastaj kena probleme me kontratat, se kontratat janë kështu, ai të hesh, domethënë të bën personin direkt, do të largohesh nga puna, siç kanë hesh shumë shokë tanë që kërkojnë bilet të kthehen punë, të rikthehen. Edhe kena probleme edhe me shtetin, sepse shteti thjesht ka qenë eskurt, edhe gjatë kësaj greve, eskurt e kësaj, domethënë e palës turke. Kena probleme edhe me inspektoratin e punës, se s'ka ardha asnjëherë, ose vjen deri sa na nuk e shohim asnjërin. Pra i nuk hyn në galeri inspektoriati që të shofi kushtet tuaja? Se kena pa në herë në galeri. Sa i për atë paguhet? Tani vin taksimit një herë në vit, 2 herë në vit, nuk e di, atëherë ne na mobilizojnë gjithë që të pastrojmë galeritë, nuk pranojnë as makineri që të ketë mos ketë tym, domethënë fasadë që duket bukur. Tani aksemi duket me sa duket e shef si bukur, a nuk do me pa. Ore njeri me ato aparaturat që masin ndotjen e gazrave. Ato ekzistojnë, i marrin sa inxhiniera, po ka raste që thonë ta shqiptarët thonë, përzollohet puna, po përgjithësi punohet. Përgjithësi punohet. Është qartë.
Tani, kjo kompania operon me leje mjedisore? A i ka të gjitha në rregull? Po, do me në ti merë, por banorët nuk i pëtë fare, as institucioni shtetore. Të banorët e këtij fshati, dhe? Banorët e fshatit, pra të fshatit Gurth. Po, pse çfarë problemi ka me banorët? Për shembull, në shtëpia ime në Gurth, te sektori Gurthnish. Po. Gjatë verës është punu, por squfi nga atmosfera shkote lartë. Tani në dimër, është në vjeshta këtuj poshtë, nga ka thot gjitha bend, ne sapim do drejtarët nga squfi. Nga hera e rëndë? Po, hera e rëndë, ajo është edhe pendi ka thot dhe pishat e malit, edhe ujnë e lagjes tjetër që kanë pas përvaditje, janë anku edhe në bashki ku dion as që ka marrë si përgjigje, tjerëve sipër ju anë shem toka nga punimet nëntoksore, kanë hy ujë brenda, nuk ke përgjigje, një familjare kanë nxjerrë atje, i japin 400.000 lekë mujt me kontinjer që jeton. Është prish një shtëpi për shkak punimeve? Një shtëpi, po shumë shtëpi janë prish. Kanë qanë televizor, nuk janë banos aktual. E kuptoj. Nuk banojnë këto. Por një që banon këto, e kanë nxjerrë me kontinjer, i paguajnë 400.000 lekë mujt ati si punë rroge, shtëpi jo, as i gjanë. Me kaq i ka la duart kompania, vetëm me 400.000 lekë? Kaq është mjaftu me kaq. As nuk të pyet se ku do punoje, as se ku do hape rrugë, as sondën ta bën der shtëpisë nuk pyet. Do më ditë. Janë këna shumë problematika të tilla. Edhe në një që nga zonin e largojnë nga puna se është rasti 4 vëllezërve që kanë qenë gjithë punësora këto, edhe shpinë kanë aty, kanë bërë dhe ndotje të ujut, kanë bërë dhe... Pra ata kërkuan drejtësi për dëmin që u bë? Ka probleme të tjera, por imagjino 4 vëllezër, ti heqë gjithë nga puna, asnjë nga vëllezërit s'është në punë. Se kërkuan të drejtën, apo? Në zonin të heqin këta. Po nga një zonë, domethënë që për çdo lloj problemi të heq nga puna pa pikë problemi, s'do më ja ditë fare. Faleminderit. Faleminderit. Bravo! Do flasësh. Ti je i ri, nuk e ikur. Je autokton. Nuk i 8 vjetë sa, punoj këtu më njërën Bakër Spash, Erion Tusha, fadromist. Pas kem të njëjtin emër. Adash. Pagën e im është shumë e ullë, 25.000 lekë, punoj shtator, as i gjanë nuk është e rregull. Po bane, po s'ka për normë, po s'ka për ato, thënë jo këte jo për te, kam matë mënyrën. Të gjitha, i dhe jam dhe avërish shpëtus. Pra ti hyn me kokë në torbë, atje poshtë për të shpëtuar njerëzit. Kur ka avërish shpëtus, e kena kartonin, pa jo e kena kodë së spi ujë. Kur të vjeri puna, kur të kena nëjë probleme, nëjë gjatë të tillë, thonë ti, s'ke ashtu. E ke parë ndonjëherë keq veten se ke hyrë për avari? Unë kam pas shumë herë keq veten, derisa ma fik fadroma prej ajrit, se s'punon fare. Ta ka fik. S'punon fadroma prej ajrit? A fik nga, se s'ka pas ajr, a fik. Oksigen, ka pas edhe a fik. Po ti vetë? Orë vetë kom dalë me mos, pa mos, kom dalë, kom hesë më rafshin, aso kom hik. Kom punu më fornele, kom punu më gjitha mënyrat, me mshemjen tona, me zamtartë, maj ullë, ngrejem kodë. Nuk e frik? Frik nuk kam, tash e duhet me punu për me shu, dishka ke shpia, se jam familjar, jam veti pesti. Me rrogën tënde jetoj? Me kitë rrogë jetoj. Qonë jetën para? Po, për para, sa të bëjsh. Vje këtu, me marrë raport a gjantë, jo, nuk le aso, po s'u vrave. Ose për me bo mu vra, do të shkësh oke në klinikë private, më ta deklarish më shtetë se si e vra. Ose po vrave, thu jam vra, thu të lyta. Thonë ta. Thonë këta? Mos të regot vërtetën? Po, mos të regot vërtetën, si e vra të lyta. Mirë, po e të regove që ndodhë? Që ndodhë, pa që me të ndodhë të, po të thamë vërtetën të thamë. Kjo mos do kaloj kjo? Okej, do duhet të largojmë kamerën se na e merë për para, pastaj. Atëherë, si të quajnë? Përshëndetje, quhem Vladimir Tusha, urit zoti e këtë qunave që kanë ardhur edhe na janë bë krah e besnik
të pandam. Hajdeni mbrapa. Hajdeni mbrapa Vladimir. Që mos na po zhvillojmë po bëjmë. Unë punoj fadromist. Kam që moshën 16 vjeçare që punoj në makineri trana. 16 vjeç ke fillu punë, Timon? Jo këtu, në vende të tjera. Këtu kam prej 3 vitesh që punoj. Qa do thuash më parë? Qa do thëmë më përpara? Jemi shumë zhgënjym herë me kushtet e punës. Kushtet e punës janë skandaloze, për arsye se na në vendet e punës ku hym, unë për vete si operator në minjer, unë ka vende pune që hy edhe nuk e dia dal as dal. Normalisht, si që tha kolegu im ma përpara, që makineria fiket edhe për arsye të oksigjenit, që bane llogari vetë se ku ka arrit gjendja? Ka arrit gjendja. Në kantier. Ka raste që ka tym, ka gaz, vjen përgjithësi turnit, po dhe ai komandohet nga turshit edhe thot është krejt më rregull. Por aty nuk është më rregull, sepse na si operator dikur ma përpara, sepse unë për 3 vitesh akoma nuk e kam pa atë aparaturë, e kanë vetëm inxhinierët e disponojnë tani, po dikur kanë qenë të pajis të gjithë operatorët për të matë gazin dhe për të matë ndotjen ku na të punojmë. Dhe ato i hoqen sepse ato bishin gjithmonë në alarm llogarit e vetë, pastaj se pra ata i hoqin që ju të mos merrni vesh se ç'a ndodhe. Po këta që i disponojnë ta inxhinierët, ta hynë me ju atje? Ajrimi shumë i dobë dhe këto inxhinierë që hynë edhe e masin ajrimin, këto hynë vetëm në turnin e parë, hynë një gjysore dhe ato i keke zyra vlla. Kurse kret munin e kret djersën që na e derdhim, këtu jemi na, bashkëbujësit e kolegët e mi, që hymë e përplasna ditë për ditë me problemet e me punën që na bajmë e me vështërsitë që kalojmë. Na paguna 20.000 lek në ditët, që është një rrogë qesharake, dhe na do më thënë që punojmë 7 orë, shkrujnë 7 orë, po punojmë 8, pasha zotën, edhe kur dalim të gjithë çto burra që janë mbledh qitu, nuk nifen. Po ti shofish në momentin që dalin e vinë për tik të garderoba dhe për t'u la t'u ndrue, për të zbrit të menca, i ke si me qanë afrikan, jo si me qanë shqiptar. Po transportin ju e heq kompania? Transportin e heq fabrikë, e heq firma, por transporti shumë i dobët. Skandaloz. Është skandaloz sepse nga momenti që hyp në autobusi është kuptohet pluhun në rrugë Kaldrami, rrugë e vështirë. E qartë, e kuptoj. Dhe që me ba 22 ditë, na bëjmë 26 ditë pune, a kupton? Pse punoni edhe të shtunave? Po dhe shtuna, djelave, punojmë në 16 orë. Ne glavish inshallah gjithë të hallet që kemi inshallah nuk bin vesh urdhër, e bin në dorë qeveritarëve, e marrin përsipër. Tani çfarë do i thoje kryeministrit po ta kishe kaq afër? Kryeministrit do t'i them që unë për vete ka 7 vite që kam emigru, kam kthy në Shqipëri për të qëndru afër prindëve të mi, sepse i kam më shumë. Babajnë e kam moshën 80 vjeçare, mamin e kam 75 vjeçe, jam me probleme shtetësore. Ti kesh me jetë. Jam largu nga emigrimi vetëm për të qëndru afër, vetëm se më mban, do më thënë, familja këtu, motivi familjar që i kam prindë të vjetër, se automatikisht jo më 12 ditës, po më 12 natës i iki nga Shqipëria, nuk rri sekund këtu vlla. 1 sekund. Bravo. Bravo! E trisht ta dëgjosh nga një njerëz që thot du me ik nga vendi im. Jam 35 vjeç vlla, unë nuk rri sekond këtu, po t'jem
po të mos të kem nanë e bab. Po ne gjithë to pasuri edhe ti të thush tikim. Unë një sekond nuk kam që ati thamë no. Pasurinat e martorku. Marr vesh. Po edhe kurse mori turku e mori tjetër kush. Shu vajti historia. 30 vite me mineralet kështu është. Po nesh me një 10 vjet do të thotë se me jeto lirë mbrapa si dalësh bensin. Jo, na jemi ti bë afton ilashe. Me kuptoj. Që Margalia, me profesionin zëndar. Sa vjeç je? Jam 64 vjeç. Edhe 100. Faleminderit. Kur ke hyrë një herë? Unë shysh në kohën e vet, jam me këtë profesion. Ai fort baca. Sa vite vajte? Ai fort baca. Bata të më vjet. To zotë këtu punohet mazi se në kohën e verit. Sigurimi teknik është nul. Faktikisht do t'i bëj thirrje drejtorit. Mos t'i mentoje zantar tjere se na zantar komplet jemi që do. Janë dhënat për shembull që donë me fut zantarët edhe turqë. Këto janë kundra rregullat shtetit. Pra duan të sjellin nga Turqia ti fusin këtu? Janë këtu mëna për mëna. E kuptoj. Do më fut to dhe më thënë me bë plasit. I bëj thirrje drejtorit këtu mos i veprojë se na jemi zantar komplet punëtor që Pra është ndaluar me ligj të futet një i huaj. Të futet një i huaj. E kuptova. E qartë. Tash faleminderit. Faleminderit. Ja, shi makinë do të kaloj, po ja hapim rrugën pak, se kalon, ha. Ale vitër hila faleminderit fjalë. Kush do flas tjetër? Ky kush është ky? Hajdu i lek. Mos i vej me pitera, po kush është, çfarë profesioni ka? A ky është inxhinieri që duhet masat e ndërtimit. Ky është i armaturave. Si quajnë? Vitar Hila. Po Vitar. Punoj që një vit këto. Nims gjumbiste, nims zërmtar, ku të mëshojnë. Me paga shumë të ulta, 30.000 lek të vjetra, ditët. Kushtet si s'ka mazi janë. Pa ti hynë në tokë dhe me 600.000 lek muaj? 60.000 lek të reja. Nga 30.000 lek, 31.000 lek në ditë. Po pra, po me 20 ditë pune, se ju i merrni për ditë pune ato të shkretare. Unë të po 30 ditë ky për me zeri gjatë. Me kap 1 milion lek, ndërsa drejtori thot i paguaj 2 milion, 3 milion, masi të bëjmë gjatë ditë pune normalisht, të rrim nga ditë urnash. Se kena halët e ona, unë kam 2 fëmijë të vegjël, 53-in. Pa ti bën 2 turna, rrin galeri? Ka shumë raste se bëj 2 turna. Është normale të rish 2 turna atje poshtë? Po tash halë. Si mbushesh me oksigjen, mërë? Sa të bëjmë? Se kjo është pikpyetja e madhe. I marrim lek aty ke banka, shkojmë, bëjmë kuro, dim me ilashe, të pi ilashe më gjep, marrë ke puna. Se kanë ilaçe minatorë me vete, mbaj? Po, unë nga ndodhë për veti, me Gjilbana, më kanë thënë doktori i firmës, marrë ke puna, nuk të një për raporten. Ashtë shumë shok e mirë për mu, po kështu në thotë se të largojnë nga puna. Kështu i kanë thënë? Kështu i kanë thënë ati, në thotë ne, mos mungo thotë se të largojnë nga puna. Këto janë kushtet mirë ditë, tja populli i varfër se e shifni këto, minator. Të gjithë. Të pasur e të varfër, pra poshtë pasur. Poshtë e pasur. E sipër. Sipër të varfër. Që të bëjmë? Sipër të ndërnuar. Me dhimbshme. Qa do bësh ti si i ri? Që të bëjmë? Për shembull, nuk kam nga të shkoj, se unë kam fëmijët e vogël. Dhe nuk kam ku të ikë, kam edhe prindërit në fshat, kam ditërin. Mos këto, mos mi vend tjetër, dhe punoj. Një kam e namën për kam, si. Ne kuptaj. Faleminderit. Faleminderit ti. Kush e do? Si të quajnë? Përshëndetje. Po, Gjon? I viti gjyrë që punen e minjere në Spaqis. Ja, të kthejmi nga minjera jote, edhe këte nga kjo tabela e greves, dalim këtu? Po? Ne punojmë në këtë minjerë që shenë edhe ju. Po? Punojmë me Njëmës gjumbies me maqeneri që bëjmë shmimet e minave. Edhe mrena minjera shumë e vështirë. Ka plumra, ka shemje, ka zonat rrezikshme që punojmë, që ka raste edhe rrezikojmë edhe jetën. Paga gjatë shumë të ulta, unë punoj me 30.000 lek vjetra në ditë. Njësoj si i riu që sa folë. A dalin 30.000 lek, 600.000 lek muaj?
Po, me sa duket na të projnë, se me dalin. Humor ky, humor i zi. Po, edhe kushtet e të vështira janë përshtu. Ne shkërkojmë asë gjëna tjetër, kërkojmë rritje pagash, na njëfët statusi minatorit, edhe t'jemi si mas ligjit e shtetit, sepse jetojmë në tokën shqiptare, në tokën tonë, edhe Bakri, Floriri, gjitha që janë tonat. Ne s'po gëzojmë asë gjë, po gëzojmë tjerë. I bëjmë thirrje shtetit, qeverisë, që të hedhi syt pak nga kjo minjere, e të shohë se çfarë bëhet për punëtorët e spaqit. Ne jemi grevë dhe s'do ta lajmë grevën deri në fund. Deri në fund. Fund çfarë do të thotë fundi për ju? Grevurie, s'ka tjetër. Po, grevuria domethënë e keni menduar, e keni diskutuar. Është diskutuar, vendimi gjithë minatorët. Po ku do jeni greve? Do shkoni tek ato minjera atje? Tek burgu i Spaqit? Burgu i Spaqit ka aty është. Duhet me gjithë vend si mos na vjen policia se na sisin. Shikoni miq, ku është burgu? Banorët, më fal, minatorët, se është mësuar me banorët. Këtu jemi me minatorët e Spaqit, që janë në të njëjtën minjerë kur dikur ishin të burgosurit politik që hynin edhe nuk dilnin më. Sot zotërin thonë që ne punojmë në kushte të rrezikshme brenda. Tani, të gjitha këto që dëgjuat, e kuptoni vetë, dolën nga goja e minatorëve, janë ata që i vuajnë çdo ditë. Nga kompania nuk është se ka patur reagim zyrtar. Ne shpresojmë shumë që derisa të vi dita të transmetohet ky emision, të ketë një reagim nga ky institucion në lidhje me pretendimet dhe kërkesat e minatorëve, që mua si gazetar nuk më duken të reja. Janë kërkesat ka hershme të minatorëve drejtuar operatorëve të huaj apo shqiptar që shfrytëzojnë mineralin ton me cilin ata qartësisht pasurohen, ndërkohë që minatorët janë, siç e thonë vetë, në kushtet e mbijetesës. Ky është emisioni nga Spaçi. Unë shpresoj shumë që qeveria të reagoj pa vajtur te greva uris, sepse greva uris pastaj ka përshkallëzime tjera. Miqtë e mi, emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ka shqiptar tjerë të ndershëm, punëtor, me halle, që nuk e braktisin vendin e tyre, bëjnë gjithçka munden të mbijetojnë në vendin e tyre vetëm për të mos u larguar. Por janë këto handikape rrugës, probleme që shteti duhet i zgjidh që këta banorët mos ikin. Deri atëherë kalofshi sa më mirë.